duke falderuar Agrorin e mrekullueshëm, që është gjithmonë pozitive dhe propozues, pra jo thjesht kritik, unë do maj një monolog të shkurtër për një thënje tonën, e cila duket si thënje pa fajshme, por në fakt është shumë e fajshme. Ja the, po kujt ja the? Ja the, po kujt ja the? Kjo është një shprehje që ne rëndom me shohim në rrjetet sociale. Është një fjali shumë e përhapur. Marrë nga një komedi e famshme, ajo është kthyer në leitmotivin e komunikimit publik. Sa po një njeri që mbush thot diçka të mençur apo diçka me vlerë, menjëherë përgjigja është ja the, po kujt ja the. Dhe kjo shprehje, që duket sikur s'ka asnjë problem brenda, në fakt ka më shumë helm se helmi i kobrës. Ka më shumë helm se helmi që vrau Sokratin, madje më shumë helm se gazi serb lotësiellës, edhe kur është i skaduar. Kjo fjali në fakt është paralizuese, është shkurajuese dhe demoralizuese. Kjo do të thotë që ti e ke thënë shumë bukur, por ty asnjë s'të dëgjon. Pra, praktikisht je i shumëzuar me zero. Prandaj ju lutem mos e përdorni kur këtë fjali. Kjo fjali duhet shmangur plotësisht. Njeriu ka nevojë të flasë, por mbi të gjitha njeriu ka nevojë të dëgjohet. Prandaj përgjigja ime ndaj kësaj fjalie është kjo. Ty ta thash, vetes time ja thash. Unë kam nevojë të dëgjoj, ti ke nevojë të dëgjosh, të gjithë kemi nevojë të dëgjojmë. Dhe pa e zgjatur, sepse ju jeni të mençur vetë, do t'ju them se kur ndonjë njeri thot ndonjë gjë të mençur, gjëja më e mirë që mund të bëjmë është jo t'i nxjerrim bishta, por të shkruajmë thjesht bashkohem. Faleminderit, natë më mirë.